Se i pyshet me t'i kom gënjë, t'i kom pjam i t'i tjetër, të një të basur. Ka që gori kapën do vitë për përhitë një nga bere në mëtë sukses në bjurë të fundit. Luis Diaz. I vetëm e sportjeno në të rëve në atë parabur të bje portjene atë jarës. Në gjithë shumë. Në jetë në një parë në një dhe zotë një këto kënjimi absolut. Dhe të është në kohë vitë i bërë fjamëri nga në sama gjish. Ai, hojde. Asë të 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 fashtish. Sama gjish në në vjetë. I ka të të që në vjetë në dy parë. Të të balët në të avre në dhe në qërë finali. Në këtë fush, edhe me këta qanë të gjithë se e tyre, të falë. E një që i nuk është shumë gjatë, por që i nuk është Pa më kujtë e to, një metre në pjesë. Jana e skuadrës së Arnes Lok, që do të kishte një mundësime Sala, por Çakër e ndaj. Është fort, është Do të bëhet me skuadrën e tij se ka dhura Çakër në Saraj. Në që që Liverpoolit të dojë trit të njerë dhe do viti 6 meter por Sala Çakër për në përlit. Skuadrën e tij dojë me laçën nga pjesë krosa, s'kishte asnjëri në dorë. S'kishte bosh. Unë tani unë me pjesë krosa. E zakonshme, kur fund e në poshti, portieri Çakër që deri në ato momente kishte dalë në shkurt në partisë me Sala dhe preu kopën që zero do. Çakër Zero kur ta ketë lënë, që do të shkonte edhe pranë në pesë Liverpooli, por Sala dhe tentativa e Salas staftuar në tavers. I thonë ai, kemi shumë. Smite pakët në këtë sezon Liverpooli. Puta madre. Në 4-0 teksa rasti tjetër që në një përgjari nga Çakër dhe ekipi tjetër. Çakër jo. Domini Do absolut. të thonë se gravi me Çakër, do të thonë Çakër. Ata zonë do të shkojnë fjora, një vërtet Çakër. Të përpyes të humbin 2-5 në Madrid dhe kaloi që në lutë 2-10 në përsi me Randall Colomani pas forcimit të Batiste, por do të përgjigje në pjesën e dytë skuadra e Atleticos se në pjesën e parë Xavi Simons pati shansin për shkuar të dytë. Në tjetër mundësi nga në skuadrës Tottenhamit në tentativë të tërë, por Çaj gjudje ka. Çaj gjudje ka. Portierin Hoglas Peksanan tjetër në sakt Vicario për të tentativa të Atleticos në jatë Vicario në dali tot golin e parazimit që me Alvarez në Sa fort e gjuje. Gjoj rrëm. Një gol që Do të mund topi fare i në drejtë. Poi doli pa portën, ai e fusi brenda, ka lavë. 6-4 për Atletico.
I shtyre në Diferenca skuadrë tonë e tjetër përgjigje do t'i vide tobi, a edhe në fogu gjithë Antë Alvarez, mirë bërje dhe shëmirë dhe duke tjere dhe Alvarez nga distanca pati në tjetër preki nga Vicario nga këndi Alvarez dhe tjetë asisti për Hamshtot që me kohë në shturën e parë Gjullë e kornet. do si këmi për përgjë duke kërë përsinë 3 gola për skuadrën e Atletico Madrid në Kanë besuar skuadra përgjithshme në turimin e shtesës shumë me 5 sili me Real, me 8 Chelsea me Paris, skuadra e ka 68 gola të shënduar. Si e pas nga disa herë të duke e svirit me Atletico që shkon që e nga që do të përvalë me skuadrën e Barcelonës si dhe Barcelona parni Liverpool dhe Atletico I Madridit këtu jemi në fund ishtë dhe kontekstisht në le bashkëgjoshin. Julian Alvarez. Con differenza. Ti 3 gola do e bësh në ofensivë. Po. Ka më shumë teknikë ai. Sa do I dai? Ka I dai? Na, ka se kam vere. I rusi
Milani më do shkatërruar të gjitha. Milani më makine, që pejmu, Milani pejmu. Bayern nuk fal edhe në ndeshjen e kthimit përballë skuadrës së Atalantas, ndërkohë që Tottenham jep një lavdërie deri diku të gëzuarshme nga Champions League. Me këtë fitore që arriti ndaj Atleticos Madridit, ne do të fokusohemi fillimisht te suksesi i Bayernit e më pas vazhdojmë me të tjerat. Nisim bashkë, çfarë? Diferenca do parë që ndeshjen e kaluar. Ne e thamë në emisionin e parë që sot ishte më tepër një ndeshje stërvitore dhe për të shërbyer më shumë herë Kim për ato rekordet e veta që vazhdon shënon. Sepse brenda fushës, si në aspektin teknik apo taktik apo fizik, në gjithë aspektet që ka, në gjithë komponentët që ka një ndeshje futbolli, besoj që nuk kishte histori. Kishte diferenca shumë të mëdha dhe Bayerni këtë ndeshje e kishte me ndërim për ta zhvilluar, por që besoj që mendjen e ka pasur që tani tek projektuar tek Real Madrid. E vërtet. Është edhe që tani duke menduar për ndeshjen tjetër apo të Realit. Avokat, përballje ndaj Realit Madridit për Bayern, dhe themi që treta e vërteta, nëse mund ta quajmë kështu, dhe nëse e kalon edhe Realin e Madridit, mund të themi plot gojë që Bayerni është një nga ato skuadrat më të kotuara në triumfin final, apo jo? Bayerni për mua mbetet edhe sot, do të thonë se rezultati sot nuk kanë këto me thënë veçantë. Mbetet skuadra ndoshta më favorite e Champions League, nuk dua të bëjmë më buj keq, por me Realin do të thonë një emision më vetë të folur vetëm për sepse dhe historinë dhe shumë komplikacione edhe ndoshta të natyrave të tjera, edhe gossip e gjëra të kësaj natyre kanë rreth kësaj ndeshje, sepse kjo është ndeshje kjo është finalja e Champions League. Një gossip specifik? Jo, për të gjërat që çka ka pas mbas, jo nuk e kam për lozën, domethënë për gossip administrativ, domethënë çka ka pas mbas disa vendimarrjes të arbitrave ose gjëra të kësaj natyre që nuk dua t'i besoj, sepse ndryshe sporti do të kishte kuptim, po e kam fjalën që ka shumë histori mbas kësaj ndeshje, sepse kanë qenë gjithmonë janë ato si thua solistët e parë të Champions League-s. Në këtë kuptim, kjo do jetë një përsëritje tjetër. Këtë herë, nëse mund ta them, është Bayerni pak favorit, nëse mund ta them. Nuk e di tani domethënë, por që Reali, domethënë, kjo është ndeshje, kjo është vërtet 50-50. Nuk ka. Unë ndoshta do kisha qef, ndoshta që të kalonte Bayerni, por është shumë e bukur për të parë. Shumë e bukur vërtet. Përmeti theni kokën vet e megjithatë, rreteni me këtë paraqitje që bëri por gjatë gjithë kësaj periudhe në fakt në Champions League edhe në bashkësi Atletico vetëm një skuadër që me të vërtetë duhet kapur kujdes nga të gjithë kundërshtarët edhe është vërtetë që do të kemi edhe një përballje të gjithë spanjolle me skuadrën e Barcelonës. Patjetër, mendoj që ka bërë një rutim të mirë. Presin sfida shumë të vështira, dhe një thashë edhe në Barcelonën, aty do të jetë një sfidë shumë e fortë, sepse edhe Barcelona ka potencial të zakonshëm, aty ka një eksperiencë e zakonshme në sfida të mëdha. Por shikojmë një skuadër me konditor, po ecën gradualisht, nuk krijon aventura brenda ndeshjes, pavarësisht se humbi sot. Kjo ishte si pasojë e rezultatit të ndeshjes së parë, por patjetër një ndeshje shumë e mirë që do të shikoj një skuadër jo në nivel siç po diskutojmë Real Bayern. Mund të jetë ka ato skuadra që këndoj që të ketë përballë do ta ketë vështirë të kalojë. E vërtet. Jeri? Se ndave. Shanse të dua. Natyrisht Barcelona është më lart. Okej. Të ka provuar gjatë gjithë kohës në kampionatin spanjoll, në La Liga. Jo vetëm në këtë edicion që kryeson kampionatin, por në edicionet e tjera, në superiore. Deshë të qenë sa të qka tjetër, sepse në ishme të nuk të ndosë të kualifikit. Por, me forcimin në lojën e sfumuzëve, si dhe mos akvarë si shumë që nësë dhënë një të të sot, edhe të të Madridit të rezultat. Nuk e di se si do të këtë profili Barcelonës, që Barcelona në sa pushoj, nuk po pushon në njërë, son vola po shënon shumë në tepër se sa son. Dhe në edicionin e vjeqëm, në të se në ndeshje, Barcelona ka shënuar 170 milionë.
Pra, është një makineri këllësh, prodhon dhe ka full. Një në atletikon nga zhvenjë o një këtë problem të të. Por janë një të shumë interesante, sepse do të të Vërtet. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Paris Saint-Germain, Liverpool, Real, Bayern Muniut, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Sportingu Lisbonës. Këto janë edhe ndeshjet çerekfinale. Vazhdo të përfshihemi në 7 prill. Mos e harroni këtë datë. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, na mirë. These are the very last minutes because everyone is going, so very last minutes. Oh, we're so much. 1.3. Hello, 1.3K. Yeah, I know I haven't been as much as I should on TikTok Live because I've started very late because I was trying to post on time this time, but I couldn't make it. I don't know, like I couldn't make it here for the live because like the show started in the meantime, so everything was very crazy. Yeah, everyone is leaving. Everyone leaving, trying to go home as fast as possible. As I'm noticing now, I think that I also put like the wrong, oh my god, I put the wrong time at the live, but whatever, nobody cares. I'm sorry. How often do you take and get pedicures? What a random question. Well, I'm gonna take one pretty soon, and I'm a little bit unsure about the color that I should take, so I haven't decided yet. But I think I'm gonna take one a pedicure this Friday, not tomorrow, after tomorrow. So let's see if the lady that I like has any free appointments. Okay, well, I think I'm gonna end it now because like the guys really want to close the studio lights, so I am going. I am going. Many kisses and love you.